Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët anë kënd botës, kudo që jetojnë dhe veprojnë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, për disa javë me radhë kemi filluar serinë e re të ligjëratave që titullohen Zgjimi i zemrave. Kemi përmendur për atë se si njeriu mund të jetojë në harres duke mos e vërejtur fare, se si zemra shtekton drejt ndriçimit apo errësimit të saj, se si mëkatet përçojnë dëmtime serioze në brendin tonë, pra është një lloj peshe që përjetohet pas çdo mëkatimi, e cila mund të mos shihet me sy dhe as të dëgjohet me vesh, por përjetohet me shpirt. Ndërkaq sot do të flasim për diçka shumë më specifike, do të flasim për ngurtësimin e zemrës, pra kur zemra ngurtësohet. E para së gjithash është e udhës që ta kuptojmë qartësisht dhe drejtësisht konceptin e ngurtësimit të zemrës. Nga se ngurtësimi i zemrës nuk ka të bëjë me mungesën e emocioneve, siç mund të mendojë dikush, por ka të bëjë me mungesën e reagimit ndaj Allahut, ndaj argumenteve të Allahut. Nga se janë të shumë njerëzit të cilët çajnë, e qeshin, gëzohen, e lumturohen, ndjejnë, pra kanë emocione, por zemrat e tyre mund të jenë të ngurta. Në anën tjetër ka edhe të tillë që në publik mund të mos shprehen shumë me emocionet e tyre, por në brendin e tyre kanë zemra të buta, kanë zemra që reagojnë në raport me argumentet e Allahut Madhrishëm. Pra çështja e ngurtësimit zemrës sipas Islamit, respektivisht sipas Kuranit, përkufizohet me mungesën e reagimit ndaj argumenteve të Allahut, ndaj fjalëve të Allahut, pastaj rrjedhimisht edhe ndaj hadithit apo traditës së Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Ne dim shumë njerëz të cilët emocionohen nga një film, por jo dhe nga një ajet i Kuranit. Dim edhe të tillë që çajnë për humbjet e tyre materiale, por jo edhe për mëkatet shpirtërore. Pra, këto gjëra janë diçka që përjetohen, i shohim, i ndjejmë, por e kuptojmë se çështja e ngurtësimit të zemrës është shumë më e thellë se sa që ne e mendojmë. Prandaj Allahu i Madhrishëm kur flet për ngurtësimin e zemrës e qartëson shumë bukur. Do thotë thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fehije kel hijarati au ashaddu qaswa. Pastaj juve ju ngurtësuan zemrat tuaja pas kësaj, thot Allahu. Shprehja pas kësaj e nënkupton pas ardhjes së argumenteve të Allahut, pas zbritjes së shpalljes së Allahut, pas ngritjes së argumentit nga ana e Allahut kundrejt njerëzve në përgjithësi. Pra edhe pas argumenteve të Allahut, juve prap ju ngurtësuan zemrat tuaja. Fehije kel hijarati au ashaddu qaswa, të cilat u bën të ngurta, të forta, sikurse gurët, e madje edhe më të ngurta e më të forta se sa gurët. Dhe pastaj Allahu e sqaron se ka edhe gur, ndonse lënda e tyre, esenca e tyre është e ngurtë. Prap ka gur që janë më të ndjeshme se sa zemrat e disa njerëzve. Sa që thot Allahu: "Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar." Ka prej gurëve për cilëve shpërthejnë lumenj. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. E ka prej gurëve për cilëve del uji, pra qahen vetvete dhe rrjedh ujë prej tyre. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. E ka gurë që rrotullohen, pra bien nga majet e maleve, nga frika ndaj Allahut. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që ju e veproni. Ky ajet është shumë i thellë dhe qartëson çështjen e ngurtësimit të zemrave, e trajton si çështjen më serioze që ekziston.
Nga se faza më kritike dhe më rrezikshme e devijimit të një zemre është faza e ngurtësimit të saj. Nuk është faza e mëkatimit, por është faza e ngurtësimit të saj. Sikur që ta shohim në vazhdim, sepse procesi i ngurtësimit të zemrës është proces i gjatë, është proces i ngadalë. Por le të përqendrohemi në këtë që Allahu e ka thënë. Pra ka zemra që janë sikur se gurët, e madje edhe më të ngurta se sa gurët, sepse fundja edhe gurët reagojnë. Pra përballë madhështisë së Allahut, përballë argumenteve të Allahut, edhe gurët reagojnë. Madje edhe malet dhe kodrat. Allahu thënë në Kur'an: "Law anzalna hadha al-Qur'ana 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Po ta zbrisnim këtë Kur'an mbi mal, mbi kodër, do ta shihni atë të përulur e madje edhe të qarë nga madhështia, nga frika ndaj madhështisë së Allahut subhanahu wa taala. Pra çdo gjë në këtë botë reagon. Çdo krijesë e Allahut në raport me Allahun, në raport me argumentet e Allahut reagon. Përpos disa zemrave që ngurtësohen deri në atë nivel sa që edhe përballë argumenteve më të qarta të Allahut nuk reagojnë, nuk kanë ndjeshmëri. Dhe kjo është një rrezikshmëri e lartë, për arsye se kjo e mbulon zemrën e njerëzit. Aq sa shtresohet dhe e ka pothuajse të pamundur pasaj që ta ndjej ëmbëlsinë e imanit dhe të argumenteve të Allahut të Madhërisht. Çfarë do të thotë mos reagosh? Pra, në momentin kur dikuj i vije argumenti, i dëgjon argumentet e Allahut në Kur'an dhe ato të Muhammed Mustafas alayhi salam, çfarë do të thotë që ky njeri të mos reagojë? Do të thotë që një zemër e gjallë jo domosdoshmërisht duhet me çajt, ose duhet mualivanos, siç mund të mendoj dikush. Edhe Allahu kur thot për shembull kur i definon besimtarët e sinqert Kur'anit dhe thot innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, besimtarët e denj janë ata të cilët kur atyre u përmendet Allahu wajilat qulubuhum, u tremben zemrat, u rënqethen zemrat. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana, dhe kur atyre u citohen ajetet e Allahut, atyre u forcohet imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe vetëm ndaj Allahut ata mbështeten. Nuk do të thotë që duhet detyrimisht të çajmë ne për me tregu se kemi zemra të buta, zemra rënqethse. Nuk është ky kuptimi. Kuptimi i këtij ajeti është zemër që reagon, zemër që lëviz, zemër që ndryshon. Pra nga momenti që e dëgjon një ajet Kuranit apo një hadith të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, se që asaj zemre i flitet për Allahun e Madhërisht, ajo ndjen madhështinë e Allahut, e ndjen mesazhin e Allahut, dhe me pa durim me pret ndryshimin dhe transformimin personal. Po, jo detyrimisht duhet me çajt, apo duhet me u plagështu nga ajo që ne dëgjojmë për argumenteve të Allahut, siç mund të mendoj dikush. Absolutisht jo. Nga se ne dim njerëz që çajnë për shumë çështje jetësore, kanë lot që rrjedhin me lehtësi, por në raport me argumentet e Allahut nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë. Pra, çështja emocionale nuk e definon dhe nuk e përcakton ndjeshmërinë shpirtërore. Shpeshherë njerëzit mund të kenë edhe çrregullime emocionale, mund të çajnë pa nevojë, kjo nuk do të thotë që ai ka zemër të butë, por që ka probleme emocionale. Po në anën tjetër dikush mund të jetë shumë më i mbyllur në këtë aspekt, mund të mos çajë nga ajo që dëgjon pe argumenteve, por ai pson ndryshim dhe transformim me njëhershëm nga ajo që dëgjon. Vren ndryshim tek ai, dallohet, sepse dje ka qenë më ndryshe se sa sot. Dhe çdo ditë më tepër vrehet ndryshimi i tij pozitiv në raport me Allahun e Madhërisht. Pra, kur flasim për ngurtësimin e zemrës dhe për reagimin e zemrës apo butësinë e saj në raport me argumentet e Allahut, e kemi fjalën për ndjeshmërinë e zemrës. E kemi fjalën për reagimin e zemrës në raport me argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne dim se dy toka që mund të jenë afër njëra tjetrës, ujiten nga njëjti shi, por nuk mbijnë të dyja një lloj. Njëra është e ngurtë, është e fortë, tjetra është e butë dhe është pjellore. Edhe pse ujiten me të njëjtin shi, mund edhe të punohen nga njëjti bujk, por nuk japin frytet e njëjta. Kështu është edhe me zemrat. Tek uji, tek shiu, faji është tek toka. Edhe në këtë rast, faji nuk është tek mesazhi i Allahut, kur dikush nuk e ndjen, por është tek zemra e cila nuk është gjendje ta kuptojë dhe ta pranojë atë. Dhe kjo është faza më e rrezikshme e një njeriu në devijim. Ekzistojnë disa shenja të ngurtësisë që dëshmojnë për atë se një zemër është ngurtësuar dhe alarmon për shkatrim. Nëse faza më rrezikshme para shkatruese është faza e ngurtësimit.
Dhe kur njeriu arrin në fazën e ngurtësimit të zemrës, më nuk i mbetet tjetër vetëm se të shkatërrohet. Pra nëse nuk pendohet nga ajo gjendje, ajo detyrimisht do të shkatërrohet për shkak të humbjes së ndjeshmërisë së saj në raport me argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Dhe shenja më kryesore e ngurtësimit të zemrës është kur ajo më nuk preket nga argumentet e Allahut. Kur i flitet për Allah, madje i flitet me ajetet e Kuranit, dhe ajo zemër nuk ka ndjeshmëri, nuk ndjen fare. E ka të atill madje edhe që tallen me argumentet e Allahut. Kjo është faza më e rrezikshme. Por në kuadër edhe të besimtarëve të Allahut, ka raste që e humbi këtë ndjeshmëri. Pra kur atyre u flitet me argumentet kuranore dhe me hadithet pejgamberike, ata nuk ndjejnë ndjeshmëri. Nuk preken nga ajo që u thuhet. Kjo gjendje është alarmuese. Kjo tregon që në zemrën e këtij besimtari ka një defekt serioz, pra duhet ndërmirën masat me njëhershme, sepse kur një besimtari i përmendit një argument, sidomos kur ka të bëjë me çështje madhore, ka të bëjë me gjunahe të mëdha, dhe i përmenden ajetet Kuranit dhe hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ai nuk reagon, apo më e pakta nuk i ndjen ato që atij i paraqitin për argumenteve të Zotit, atëherë kjo zemër është duke alarmuar, është duke lënguar, ka nevojë shumë që të përmirësohet, që të merr ilaçin kuranor dhe atë pejgamberik dhe të vetëdijsohet në mënyrë që të dalë prej kësaj gjendje shumë të rrezikshme. Për shembull, në jetën e përditshme na e dim që kur dikush fillon edhe mësohet me diçka të keqe, ai normalisht që në fillim i duket si diçka tragjike, për më thjesht më shumë. Nëse dikush ka lënë pranë një fabrike, edhe në atë fabrikë ka zhurmë të madhe, ditën e parë kam i pengu shumë. Po ditën e dytë e tretë, sidomos nëse punon në atë ambient, kam ju bën normale. S'kam i pengu më zhurmë çuçi ka pengu më herët. Pse ndodh kjo? Për shkak se është mësuar me ambientin e zhurmshëm. Njeriu ka prirje me ju përshtat rrethonave në të cilat jeton. Kështu është edhe me një zemër mëkatuese, e cila vazhdimisht mëkaton. Në fillim mund t'i pegoj mëkatit, nëse nuk ndërmerr masat me njëhershme të pengimit të atij mëkati, të ndërprerjes së mëkatimit, ai do të fillojë të mësohet me atë gjendje mëkatuese. Pra ambienti mëkatues do t'i bëhet normal. Mëkati do t'i thjeshtësohet, do t'i normalizohet, e ruana Zot mund t'i bëhet edhe i dashur. Kështu është edhe me zemrën, një zemër e cila vazhdimisht jeton në rrethona të pafavorshme, një zemër e cila vazhdimisht jeton në zhurmën e mëkateve, në zhurmën e thirrjeve për degenerim. Ajo fillon të normalizohet, për dallim për një zemër e cila e zgjedh ambientin në të cilin jeton. Pra ka ambient ku vetëm dëgjohet fjala e Allahut, ku përkujtohet Allahu, përkujtohet rruga e Allahut, pejgamberi i Allahut, e kështu me radhë, kjo zemër pastaj do të jetë prej zemrave të kujdesura, do të jetë prej zemrave që nuk mund ta përballojë zhurmën e mëkateve. Madje do të irritohet nëse i dëgjon ato. Prandaj ne kemi zemra që irritohen nga dëgjimi i ezanit, por nuk irritohen nga dëgjimi i muzikave me orë të tëra. I pengon ezani, i cili është 1 minutë e gjys, hajde 5 minuta maksimumi, na muezin që është pak më profesional që mund ta zgjas, mirë po 5 sahat muzik nuk i pengojnë. Ky është problemi i zemrës. Ju ka ngurcuar zemra atij njeriu. Ndërkaq një zemër e butë, një zemër e devotshme, ajo nuk ngopet me fjalët e Allahut, me madhështinë e fjalëve të Allahut. Prandaj Uthmani radhiyallahu anhu ka thënë një fjalë të madhe, ka thënë: "Law tahurat qulubukum ma shabi'at min kalami rabbikum." Po të ishin zemrat tuaja të pastërta, ato nuk do të ngopeshin me fjalën e Allahut. Sepse asgjë nuk e ngop, asgjë nuk e kënaq më shumë zemrën e njeriu se sa fjala e Allahut. Madje gjitha zemrat tona janë krijuar për të ushqyer me fjalën e Allahut. Dhe asgjë nuk e kënaq, nuk e përmbush më mirë se sa fjala e Allahut. Prandaj thot Allahu qartë në Kur'an se vetëm me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Kush është njohësi i zemrave tona? Allahu. Sepse ai ka krijuar ato. A e di më së miri se çfarë e përmbush këtë zemër, çfarë e gëzon, çfarë e lumturon, çfarë e bekon. Asgjë nuk e bekon, nuk e gëzon dhe nuk e lumturon më mirë dhe më shumë se sa fjala e Allahut. Por ja që ka zemra që irritohen nga fjala e Allahut për shkak të ngurtësimit. Ndërkohë ka zemra që nuk ngopen me fjalën e Allahut për shkak të butësimit, për shkak të devotshmërisë. Shenja më e madhe e ngurtësimit, thamë se është humbja e ndjeshmërisë, pra ku njeriu nuk preket më nga ajo që dëgjon për fjalëve të Allahut. Dhe për me kuptu këtë gjendje, duhet mi pas parasysh disa rrethana, apo disa situata në cilat mund të ngjendet njeriu. Ai që është në kërkim të
njohjes së gjendjes së zemrës së tij. Ai duhet ta shohë se me çfarë merret. Pra po me kuptu se a kemi zemra të ngurta, apo kemi zemra të buta, a kemi zemra të devijuara, apo të udhëzuara, duhet me pyet veten edhe me hulumtu tek vetja se me çfarë jemi duke u marrë, në çfarë ambiente jetojmë, me çfarë njerëz shoqërohemi, çfarë synime kemi në jetë dhe çfarë plane organizojmë apo planifikojmë ne gjatë jetës sonë para se sa jetojmë. E para është raporti ynë me fjalën e Allahut. Pra duhet ta peshojmë zemrën tonë në fjalën e Allahut. Unë kur i dëgjoj argumentet kuranore, si ndihem, si i përjetoj ato, si i pranoj ato, si i meditoj dhe si i aplikoj në jetë. Allahu thot në Kur'an: Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathani. Allahu e ka zbritur fjalën më të bukur. Pra Allahu po eliminon çdo mundësi që dikush të mendojë se mund të ketë ndonjë fjalë më të bukur se sa fjala e Allahut. Ahsan al-hadithi, të cilin e ka zbritur si libër, kitaban mutashabihan mathani, i cili është i gjithë i harmonizuar. Pra nga përmbajtja, nga kuptimi, nga mesazhi e kështu me radhë. Nuk mund të gjesh një ajet Kuranit që mund të ndryshojë nga madhështia nga ajeti tjetër. I gjithë Kurani e ka madhështinë e njëjtë, sepse i gjithë Kurani e ka burimin e njëjtë, Allahun e madhërisëm. Dhe fjala e Allahut nuk mund të ketë ndryshime për nga madhështia. Madje thot edhe është Kur'an që përsëritet. Kjo harmoni, edhe përmbajtësore, e gjithë kjo harmoni është e njëjtë, sepse është prej Allahut. Pastaj thot taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Atësa lëkurat e atyre që e kanë frikë Allahun rrënqethen kur e dëgjojnë atë. Pra ka ndikim të drejtë për drejtë. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Pastaj përrjedhoi atyre u zbuten edhe lëkurat, por edhe zemrat me përmendjen e Allahut. Allahu po i përmend tre çështje bazike. Fillimisht po e përmend rrënqetjen. Pastaj po e përmend zbutjen dhe në fund po e përmend edhe ndikimin. Pra në raport me librin e Allahut, në raport me fjalët e Allahut, me Kur'anin, me ajetet e librit të Zotit, qofse ne përjetojmë kënaqësi, një lloj rrënqethje shpirtërore, atëherë e kemi punën mirë. Pra kontaktin e parë fillestar me librin e Allahut e kemi të shëndosh, e kemi premtues. Pastaj kjo na çon në zbutje të zemrës. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Pastaj përrjedhoi ai do të ketë një butësi edhe në lëkurën e tij, edhe në zemrën e tij. Pra, si nga aspekti i jashtëm, po ashtu nga aspekti i brendshëm, ai do të bëhet njeri i butë. Njeri i cili me qetësi dhe me dashuri maksimale do t'i trajtojë edhe problemet e jetës, e mos flasim mirësitë e jetës. Dhe krejt në fund është ndikimi, çaj transformimi që ne po e synojmë gjithë. Prandaj thot: Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Zbuten lëkurat e tyre, e jashtme e tyre, zbuten zemrat e tyre, e brendshme e tyre, me përmendjen e Allahut. Pra krejt qëllimi i Kuranit është që na me lidhje jetën tonë me Kuran. Na me u ndiku mas pari me Kuranin, sepse është fjala më e bukur. Çfarëdo që të flasim ne si hoxhallar e dietarët para gjithë nesh, si njohësit më të mirë të fesë Allahut, janë të pakrahasueshme me fjalët e Allahut. Asgjë nuk mund të ndikojë në zemrat e njerëzve më mirë dhe më shumë se sa fjala e Allahut. Dhe për shenjave të dyta është më njëherë këshilla, kur çdo këshill që ne e dëgjojmë prej dikujt, prej ndonjë dietari, prej ndonjë hoxhe, prej ndonjë njeriu të mirë, pra që ka logjik të shëndosh, që është i ndershëm kështu me radhë, dhe ne imunizohemi në raport me këto këshilla. Edhe nëse i admirojmë ato, çështja nuk është thjesht mi admiru, çështja është me ndryshu, me transformu. Nëse jemi në fazën e admirimit të fjalëve të mira, sa mirë na foli hoxha, çfarë dersi të mirë majti, por prapë e xhamis dalim njëjtë, atëherë nuk e kemi përmbush veten tonë. Atëherë nuk kemi ndikuar për fjalës së Allahut. Thjesht kemi kaluar në admirim, na ka pëlqyer si paraqitje, si interpretim, por nuk kemi përjetuar ndryshim, nuk kemi përjetuar transformim. Dhe kjo është çështje serioze, sepse kjo alarmon për fillim të ngurtësimit të zemrës. Nga se ngurtësimi i zemrës është proces i gjatë. Ai nuk vije me njëherë. Ngurtësimi i zemrës është proces i ngadalshëm dhe gradual. Ashtu siç nuk thohat pema për një ditë, nuk tretet lumi për një vap ditore. As nuk shkatrohet muri me një pikë shiu. Duhet kohë. Duhet bukur kohë e gjatë me kalu për me ndodh këto
këto ndryshime. Njëjtë është edhe me zemrat tona. Ato nuk ngurcohen me njëherë. Ka faza të ndryshimit negativ, derisa arrin në fazën apo në fazën më të keqe të ndryshimit të zemrës, që është ngurësimi i saj. Dhe kjo pastaj bëhet gjendja më rrezikshme një besimtari, sepse Allahu thot për zemrat e ngurësuara, fa wailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Mirë për zemrat e ngurtësuara, të cilat nuk preken, nuk i ndjejnë fjalët e Allahut. Pra nuk ndikohen nga përmendja e Allahut. Nuk ka thonë mirë për zemrat mëkatuese. Nuk ka thonë Allah, sepse nuk është i rrezikshëm mëkatimi sa është i rrezikshëm pasoja më e keqe e mëkatimit, që është ngurtësimi. Pra ngurtësimi i zemrës. Pra Allahu e ka krijuar njeriu në natyrë mëkatuese. Por ajo që nuk i falet njeriu është kur ai gabimin e kuptuar nuk e përmirëson, nuk pendohet prej tij, nuk largohet prej atij gabimi, derisa e çon veten në ngurtësim zemrës, dhe kjo është faza më rrezikshme e jetës tij. Prandaj Allahu e trajton në bazë të përfundimit të tij, dhe jo në bazë të fillimit të tij. Fillimi është mëkatimi. Përfundimi kush është? Ngurtësimi. Tatfawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Mirë për zemrat e ngurtësuara që nuk ndikohen nga përmendja e Allahut. Pra edhe jo më ja përmend dikush Allahun, por edhe vetë nëse e përmend Allahun, i duket sikur se e ka përmend emrin më të thjeshtë. I duket sikur po flet për qenien më të ulët, ndërka që Allahu është qenia më e lartë. Pra sa që të përmendet Allahu, na kuptimisht po them edhe figurativisht, na duhet me lëviz vendit prej respektin ndaj Allahut, prej madhështisë ndaj Allahut. Pse askush nuk është më madhështor se Allahu. Askush nuk ka bërë për neve dhe s'bën më shumë se sa Allahu. Askush nuk na mbulon më tepër se sa Allahu. Askush nuk na stolis, nuk na pasuron jetën tonë më shumë se sa Allahu. Askush nuk i zgjidh problemet tona më mirë se sa Allahu. Çdo gjë na lidh me Allahu. Jetën e kemi prej tij, çdo gjë e kemi prej tij. Prandaj kur përmendet Allahu, duhet me na lëviz zemra para çdo gjë tjetër. Duhet me frymu ndryshe zemra prej çdo çasti tjetër, sepse kemi të bëjmë me krijuesin e kësaj zemre. E kushdo që ndërmerr masa parandaluese të ngurtësimit të zemrës, ja ka bë mirësinë më të madhe zemrës vet. E ka ndërprer shkatrimin, e ka bllokuar shkatrimin, e ka barrikadu. Dhe kjo normalisht që bëhet me përmendjen e Allahut. Pra sa më shumë që ujitim zemrën tonë me përmendjen e Allahut, aq më tepër ne e ruajmë dhe e mbrojmë zemrën tonë nga ngurtësimi. Asgjë nuk e garanton brishtsinë, butësinë dhe madhështinë e zemrës përpos përmendjes së Allahut, përpos leximit të Kuranit, meditimit të tij dhe aplikimit të mesazheve të tij. Fillimisht për shenjave që duhet pas parasysh se a kemi zemrën e ngurtësuar apo jo, pra është kontakti ynë me librin e Allahut. Pastaj është edhe qasja jonë ndaj vdekjes. Jo më kot pejgamberi Allahut na ka këshilluar me përkujtu vdekjen më shpesh. Sa që ka thonë ekthiru min dhikri hadimil ladhat. Përkujtoni sa më shumë që të keni mundësi shkatruesin e kënaqësive mashtruese. Për arsye se përkujtimi i vdekjes është rikthim në realitet. Dynjaja është glabruese, është joshëse. E glabron shpejt njeriu nëse ai nuk ndërmerr masa të shpëtimit dhe të mbrojtjes. E ka këtë aftësi. Nëse ne tregomi të pakujdesshëm në drejtim të dynjas, në të mirësive saj, do të harrojmë edhe vdekjen. E madje nëse na përkujton dikush vdekjen, do të irritohemi prej saj, për shkak të mishërimit tepërt me çështjet e dynjas. Por besimtari i devotshëm ka krejtësisht ndryshe qasin. Besimtari i devotshëm është i lumtur kur e përkujton vdekjen, sepse përkujtimi i vdekjes e mban realitet. Përkujtimi i vdekjes i haruan vetdijen e shëndosh. Përkujtimi i vdekjes e mbron nga gafleti, nga shkujdesja. Për këtë arsye, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar me i vizitu varrezat. Edhe arsyeja kryesore ka thënë është sepse ato u përkujtojnë ahiretin. Kur i shohim varrezat, realisht e shohim veten një ditë në ato vendbanime. Edhe e dim që aty do të jemi një ditë ne. Edhe duaja që thuhet kur vizitohen varrezat çfarë është? Assalamu alaikum ahlet diyari min al-mu'minin wal muslimin. Selam për ju, paqe dhe bekime nga ana e Allahut, o ju banor të këtyre vendeve, të varrezave prej muslimanëve dhe besimtarëve. Wa inna insha Allahu bikumul lahiqun, dhe ne shumë shpejt do t'ju bashkangjitemi juve. Es'alullah lana wa lakumul afia. Allahu na falë edhe neve dhe juve. Por kjo është duaja që thuhet në varreza. Pse thuhet?
Por mja përkujtu vetës që një ditë ti, madje shumë shpejt, do t'jesh me ta aty, në botën e berzahut. Se këtë qëllimi, këtë synimi është na mos me humbë vetdijen tonë, mos mu shpërqendru prej realitetit të pamohueshëm, realitetit absolut që është dalja para madhërisë Allah. Pastaj për shenjave tjera që tregojnë se në çfarë gjendje kemi zemrën, a ka filluar më ngurcu, apo është e mbrojtur këtë drejtim, është qasja jonë në raport me llogaridhënia personale. Sa e marrin vetën në llogari? Çdo tregtar i mirë konsiderohet si javë dhe si i mirë për shkak të llogarive të sakta që i bën. Edhe para se me investu, edhe kur investon, edhe kur kalkulon, edhe krejt veprimtarinë e tij që e bën, është i mirë atëherë kur din me i kalkulu gjanat, din sa me investu, din sa me mbajt, din që me menaxhu komplet kompaninë e tij. Pra është njeri që e merr në llogari komplet veprimtarinë e tij. Ky është i suksesshëm. E jeta parashikitesh është më e rëndësishme se sa çdo kompani dhe se sa çdo tregti. Sepse ne realisht kemi tregti me Allahun. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu ka thënë tregti këtë raport, mes ti dhe mes nesh. Thot Allahu, un po e blej për robët mi besimtar. Po e blej shpirtin e tyre e si kompenzim mja dhon xhenetin. Por nëse na humbim në këtë drejtim, humbim mas shumëti. E një për shkaqeve që neve na bën me hub shumë një jetë është ku na si bëjmë llogarit në dynja para se me shku në ahiret. Në ahiret mo s'ka llogari personale, mos më marr vetën llogari. Atje të merr në llogari Allahu. Sa jemi në botë mujna me marr vetën llogari. Prandaj Omeri radhiyallahu anhu shpesh herë i ka këshilluar sahabët me këtë këshill: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Merreni vetën llogari para se të merreni në llogari. Pra merreni vetën këtë dynjë në llogari para se më marr Allahu në dynjë në llogari. Kush e mat holl këtë dynjë, çështjen e tij jetësore, raportin e tij me Allahun e Madhërisëm, atje ka me kalu shumë mirë, edhe shumë lehtë. Bile ka me shku me sigurinë maksimale tek Allahu i plotfuqishëm. Pse? Ai e din shumë mirë, i ka bë kalkulimet, ai din, s'mund mja huq ajo. Nuk mund mja huq. Që s'mund mja huq një biznismen i suksesshëm i cili e din shumë mirë se çfarë përfitimi e pret në fund të vitit. E din sa ka investu, e din çfarë produkte ka ble, në çka ka investu, e din që janë produkte që është e pamundur mos me sjell përfitime materiale. Janë produktet më të kërkuara. Njëjtë është edhe në raport me ahiretin. Pra kur na investojna në thesaret e xhenetit, në dhikr, sa më shpesh që thojmë subhanallahu walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar, aq më shumë parcelat e xhenetit që Zoti i ka ndarë për neve, na i mbushim me begati, me mirësi, me frytet e xhenetit. Sa më shumë që bëjmë dhikr Allahun, na ndërtojnë pallatet në xhenet. E mos flasim kur i përmbushim farzet tona, sepse kjo e kënaq Allahun më shumti. Sa më shumë që investojmë në namaz, sa më shumë që investojmë në zekat, sa më shumë që investojmë në Ramazan apo në xherim përgjithësi, edhe në hax sipas mundësive që mund t'i kemi, aq më shumë do të korrim atje për mirësive. Prandaj besimtari e jep shpirtin me shpresë maksimale, sepse çelësin e ka me vete. E ka namazin. Namazi është çelësi i xhenetit. Në shtëpinë tënde, që ke mujtë me investu 200.000 euro, dikush 2 milion euro, a mund me hynë të pa e pas çelësin? S'mund. Nuk mund. A më shtëpia e tij bre, po bëhet tia, po çelësin se ka. E çysh mund me hynë në xhenet pa çelës? Nuk mund me hynë në xhenet pa çelës. E çelësi i xhenetit është namazi. Sa më shumë që investojmë në themel, këto 5 shtyllat islamit, aq më të sigurt e kemi daljen para Allahut Madhërisëm. Pa kemi siguri, kemi garancë. Me çfarë siguri e kam i dalë përpara Allahut ai që s'ka bë kur sejdë? Hajde më tregoni mua. Me çfarë siguri e kam i dalë ai para Zotit që kur s'ka agjëru, kur s'ka dhënë zakat, kur s'ka shkuar në hax, edhe pse ka pas mundësi. Kur shahadet s'ka thonë një. Çfarë siguri e kam i dalë Allahut përpara? Çfarë shpresë ka ai? S'ka shpresë. Nuk ka shpresë. Por ne kemi shpresë se po investojmë. Dhe sa më shumë që investojmë në këto mirësi, në këto adhurime, aq më tepër e mbrojmë zemrën tonë nga ngurtësimi. Nga ajo që më shumë t'i rrezikon zemrën tonë dhe raportin tonë me Allahun e Madhërisëm. Një zemër e cila ngurtësohet humb shumë. Dhe ajo që konsiderohet humbja më e madhe është humbja e ëmbëlsisë së imanit.
humbja e ëmbëlsisë së adhurimit të Allahut Madhërisëm, humbja e lidhjes dhe afërsisë me Krijuesin e Plotfuqishëm. Nuk ka humbje më të madhe se sa kjo. Para mendone çfarë humbje konsiderohet kur dikush e ka pas për mik një njeri të fuqishëm kësaj bote. Ndonjë politikan, ndonjë multimilioner, nuk po du me përmend emra për respekt xhamisë. Po nëse bëhet fjala për një person që është politikisht, ekonomikisht, ushtarakisht shumë i fuqishëm në botë, edhe ty ta ka dhënë mundësinë me u shoqënu me të, të ka dhënë mundësinë me përfitu prej tij, të ka garantuar mbrojtje, të ka garantuar siguri, si kishe munditi, shumë i nderuar, jashtëzakonisht i nderuar, i qetë në shpirt, i sigurt në shtëpi e në familje. Dhe kur ti e humbe shkatron këtë raport, a ke parasysh se çfarë humbi i ke shkaktuar vetes? E din shumë mirë, ndoshta edhe çan, ndoshta edhe dikush bën në depresion, si e humba këtë mik, ky njeri të fuqishëm, pse e ke kalkuluar me benefite materiale. E si është fjala me raportin ton me mbretin e mbretërve, me Zotin e gjithësisë. Allahu ka kriju raporte kaq paqësore, kaq të dashura mes tij dhe mes nesh. Aq tepër na ka afru, aq tepër na ka nderu. Edhe aq shumë na don sa që na ka bë obligim 5 herë në ditë me komuniku me të, me namaz. Se namazi është komunikim me Allahun. Dhe kjo është madhështia kryesore e namazit. Allahu aq tepër na don sa që don që gjatë ditës, gjatë natës na me pas kontakt përditshëm dhe përnatsshëm me të. Me komuniku me Allahun e Madhërisëm. E dikush nuk e don këtë komunikim. Paramendoj çfarë humbje të madhe për jeton ky njeri. Nuk ka dash me komuniku me Zotin, me atë që ja ka dhënë jetën. Nuk ka dash me komuniku me atë që po e mbulon, ndonse gjunahet e tij janë të panumërta. Nuk ka dash me komuniku me atë që po ja ruan pulsin e zemrës, po ja ruan familjen, po ja garanton sukseset ndonse ja ka kthyer Allahu shpinën, sukseset materiale. Po i jep afat me u pendu, me u kthy tek Zoti i gjithësisë, edhe pse çdo shkelje e ka bë në raport me normat e tij. Është humbja më e madhe që mund të ekzistojë. Prandaj besimtarët e Allahut, mos lejoni që zemrat tuaja me u infektu për ngurtësimit, sepse ngurtësimi është smundja më rrezikshme e zemrës. Ngurtësimi shtresohet më njëherë, nëse fillon zemra me u ngurtësu, saqë më nuk ndjen për argumenteve të Allahut, fillon edhe i duken normale ato që i dëgjon për fjalëve të Allahut. Dje i ka dëgjuar me admirim, i ka përjetuar me thellësi të shpirtit, sot i duken sikur gjë. Sot nuk ndikojnë fare në zemrën e tij. Kjo është për shkak të ngurtësimit të zemrës. Le ta peshojmë veten tonë Kur'an. Le ta peshojmë veten tonë në raport me vdekjen, se si qëndrojmë ne, a na gëzon për kujtimin e vdekjes apo na mërzit? A përgatitemi për të apo nuk përgatitemi? Le ta marrim veten llogari, do të jemi të mbrojtur nga ngurtësimi i zemrës me lejen e Allahut deri në frymën e fundit. Kaq sa i përket kësaj teme.